Shiko tani pse disa nga juve do ngeleni një jetë user edhe do komentoni njerëzit e tjerë që ecin përpara në jetë. Çfarë thot me? Çami fshati moj. Ai është mish që ndajnë familjarëve që marrin ndihma sociale. Mish të tillë të ndajnë. Marrim ndihma sociale neve dhe se dia kot që punojmë pastaj janë. Jo me jo kot. Dëgjoj dashur. Që ka njerëz apo e dashur çmarrje. Që ka njerëz që vërtet i kanë nevojë ndihma sociale. Bëjnë mirë që i marrin, por në fakt ata që vërtet i ka nevojë, jo qa si puna tënde, që përtojnë të marrin atë nga ta çojnë nga kanapea dhe të vend të punojnë. Ca të tillë nuk u lejohet. Tani, sa për mua që marrë ndihma sociale, dhe të doja në fakt se jetoj këtu në Greqi dhe nuk i fshej dot të ardhurat e mia. Pse do më thuash? Se burri më punonja 20-22 vjet në aeroportin në Ushtarak. Unë jam në punë shteti që kështu rroga, në fundin e muajit na futet në bankë. Edhe na i shikoj shumë mirë të ardhurat që kemi, që kështu me këto të ardhurat që kemi ne, jo vetëm ndihma sociale nuk na japin, po edhe na i kërkojnë të japim pas ca nga këto që marrin. Që të meni juve që punojnë në të zezë dhe jeni mësuar me ndihma sociale dhe e dini si është mishi tyre. Edhe një herë ata që ka nevojë vërtet le t'i marrin, po ca si puna tënde jo, nuk ka nevojë. Se përderisa kanë mundësinë të futen në TikTok edhe të komentojnë, kanë mundësinë dhe të vend të punojnë. Dan ikni punoni dhe lëri ndihma sociale. Kuptove? Edhe mishi ishte nga fshati, tani që do vemi në fshat do të tregoj një viç që Ne avash mos tregoj me do të tregojmë edhe delet. Delet në fakt kemi dhe viç. Vemi te Katerina t'ja tregojmë viç. E theri viçin ajo. Mori tjetër. Tani do të shikose nga është. Mishi.